Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ ku në vijemi uftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Qindra qytetarë u mblodhen sërish në Tiranë në kuadër të protestës së radhës kundër qeverisë, duke marshuar nga sheshi drejt kryeministrisë. Me flamuj kuqezi dhe pankarta në duar, protestuesit përsëritën thirrjet për ndryshim dhe kërkim për mbushjen e kërkesave të tyre politike. Në tubim morën pjesë edhe qytetarë nga diaspora, ndërsa organizatorët deklaruan se protesta do të vijojë edhe në ditët e ardhshme. Tirana u kthye sërish në skenën e një tubimi masiv qytetar ku qindra protestues dorën në bulevard me flamuj kombëtar dhe mesazhe kundër qeverisë. Marshimi nisi me grumbullimin e qytetarëve dhe vijoi drejt godinës së kryeministrisë, aty ku u mbajtën edhe fjalimet e organizatorëve. Pjesë e protestës ishin qytetarë të moshave dhe profesioneve të ndryshme. Të rinj, student, pensionistë, familjarë, aktivistë dhe përfaqësues të diasporës u bashkuan thirrjes për ndryshim, duke konsideruar këtë lëvizje si një reagim ndaj zhvillimeve politike në vend. Nga podiumi përpara kryeministrisë, organizatorët përsëritën kërkesën e tyre kryesore, ku në fokus mbetet largimi i kryeministrit Edi Rama. Krahas kësaj, protestuesit kërkojnë krijimin e një qeverie teknike, ndryshime në kuadrin ligjor dhe kushtetues, si dhe reforma që sipas tyre do të garantojnë zgjedhje të lira dhe institucione më funksionale. Gjatë tubimit u përcollën mesazhe për vazhdimin e rezistencës qytetare, ndërsa organizatorët deklaruan se protestat do të vijojnë deri në realizimin e objektivit të Në përfundim të marshimit, ato u bën thirrje qytetarëve që të vazhdojnë pjesëmarrëse në protestat e ardhshme, duke theksuar se lëvizja do të mbetet aktive përsa kohë kërkesat e tyre nuk marrin përgjigje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha bëri të ditur se opozita do t'i drejtohet SPAK me një kallëzim lidhur me publikimin e librit Albanian Files, duke cilësuar atë si një nga çështjet më të rënda që sipas tij duhet të hetohet. Gjatë një konferencë për mediat, ai përsëriti akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama për menaxhimin e pronës publike dhe konfirmoi se deputetët demokrat do të vijojnë bojkotin e seancave plenare deri në shqyrtimin e nismave të opozitës në kuvend. Partia Demokratike po përgatit një kallëzim penal që do t'i dorëzohet prokurorisë së posaçme në lidhje me librin Albanian Files, publikim që sipas krehut të opozitës Sali Berisha përmban element që kërkojnë hetim nga organet e drejtësisë. Në një konferencë për shtyp, Berisha vlerësoi edhe veprimin e protestuesve, të cilët depozituan simbolikisht të njëjtin libër pranë ambienteve të SPAK-ut, duke e konsideruar atë një akt mbështetës për kërkesën e SPAK-ut që çështja të hetohet. Ne po e studiojmë këtë se kjo është, thash, dosja më kriminale. Ato projekte janë të gjitha të porositura me udhëzimin, orientimin e Edi Ramës. Ato projekte janë të miratura nga Edi Rama. Kjo është Shqipëria çiflik i Edi Ramës, i dorëzuar totalisht mafjes së drogës dhe organizatave kriminale për ndërtim, për zhvillim, për larje parash. Kjo është e gjithë. Kreu i Demokratëve ndaloi gjithashtu te punimet që sipas tij po kryen në godinën e kryeministrisë, duke u referuar disa fotografive që pretendoi se lidhen me rikonstruksionin e ambienteve të institucionit. Berisha akuzoi kreun e qeverisë për shpenzim të pajustifikueshëm të fondeve publike dhe kritikoi mënyrën se si po transformohet godina. Ç'po ndodh brenda ndërtesë kryeministrisë? Sultani i Kuq po vendos ngjyra haremin kryeministri. Këto janë tipike ngjyrat e haremeve. Dënoj me forcën më të madhe vendosjen e këtyre ngjyrave në hollët e kryeministrisë. Urdhoni, sa kushtojnë e sa s'kushtojnë. Këto ngjyra janë të kinemave të seksit në Pigalle. Kreu i Partisë Demokratike deklaroi se nuk do të marrë pjesë në punimet e kuvendit nëse nuk fute në kalendarin e punimeve kërkesat e protestuesve, ku si kërkesë e parë dhe e panegociueshme është dorëheqja e Edi Ramës. Nuk kemi bojkotuar parlamentin, kemi shpallur mos pjesëmarrje në seancat parlamentare dhe jo në komisione, gjersa Edi Rama të mos bllokojë paraqitjen në parlament të amandamenteve që kanë dorëzuar deputetët tanë për ndryshimin e ligjeve që kërkojnë përfaqësuesit e protestës. Me përfundim të sesionit parlamentar të planifikuar në 23 korrik dhe mungesës së këtyre projekt ligjeve në kalendarin e punimeve, Partia Demokratike ka lënë të kuptohet se bojkoti i seancave plenare do të vazhdojë deri në mbylljen e këtij sesioni parlamentar.
Në Tiranë është prezantuar projekti për ndërtimin e spitalit të ri, një investim i grupit San Donato, një nga operatorët më të mëdhenj spitalor në Europë. Projekti synon të sjellë në Shqipëri shërbime të avancuara mjekësore dhe ta pozicionojë vendin si një nga qendrat rajonale për trajtimin e rasteve komplekse shëndetësore. Kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë investim një hap të rëndësishëm në modernizimin e sistemit shëndetësor në Shqipëri. Një projekt i ri në sektorin e shëndetësisë është prezantuar në Tiranë me synim për të sjellë një model të ri të shërbimeve mjekësore në vend. Bëhet fjalë për një investim i grupit San Donato, i cili konsiderohet ndër grupet më të mëdha spitalore në Europë. Gjatë aktivitetit të prezantimit, kryeministri Edi Rama vlerësoi projektin si një investim me rëndësi strategjike për zhvillimin e sektorit të shëndetësisë. Sipas tij, përfshirja e një grupi me eksperiencë europiane do të ndikojë në rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe në krijimin e një standardi të ri të kujdesit shëndetësor. Sot në Itali, në Shqipëri apo kudo tjetër, ka një gjë që ata e theksojnë më shumë se çdo gjë tjetër dhe kjo është shëndetësia. Është fare e drejtë, është një sektor me shumë sfida, me shumë vështirësi, është një sektor që kërkon përpjekje të mëdha nga këndvështrimi financiar, nga këndvështrimi i reformave që duhet të zbatohen, por ama është gjithashtu një sektor atë që duhet të ketë për të qenë në lartësinë e kërkesës së qytetarëve. Rama theksoi se modernizimi i infrastrukturës shëndetësore mbetet një nga prioritetet e qeverisë, ndërsa investimet të tilla sipas tij synojnë të rrisin mundësinë e qytetarëve shqiptar për të përfituar shërbime të nivelit të lartë brenda vendit. E nisëm punën me infrastrukturë jashtë çdo standardi. Kemi bërë goxha punë për të rindërtuar, për të nxitur më tepër mjekët apo infermierët dhe kemi punuar për të kaluar nga një sistem që ishte dështim i madh drejt një sistemi që ka nisur të rrugtojë drejt asaj që është ambicia e qytetarëve shqiptar. Ama kemi ende shumë punë për të bërë për të garantuar cilësi shërbimi. Projekti i grupit San Donato pritet të jetë pjesë e një transformimi më të gjerë në sektorin shëndetësor, duke kombinuar ekspertizën ndërkombëtare me nevojat e tregut vendas dhe rajonal. Kryeministri Edi Rama inspektoi ambientet e Eagle Stadium ku pritet të zhvillohet koncerti i artistit ndërkombëtar Kanye West. Kreu i qeverisë deklaroi se për organizimin e këtij eventi është ndërhyrë me financim shtetëror prej 4 milion eurosh, duke kundërshtuar pretendimet për shifra më të larta. Rama tha se koncerti do të sjellë ndikim ekonomik për kryeqytetin, ndërsa kritikoi reagimet e kundërshtarëve të këtij projekti. Përgatitjet për koncertin e Kanye West kanë sjellë një tjetër përplasje në debatin politik, ndërsa kryeministri Edi Rama ka zgjedhur ambientet ku do të zhvillohet eventi për të dhënë sqarimet e tij mbi financimin dhe rëndësinë ekonomike të tij. Gjatë një inspektimi në Eagle Stadium, i shoqëruar nga ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxhia, Rama deklaroi se mbështetja financiare nga shteti për realizimin e koncertit ka vlerën e 4 milionë eurove, duke hedhur poshtë pretendimet se janë shpenzuar shifra shumë të larta. Kreu i qeverisë reagoi dhe ndaj kritikëve të ngritur nga protestuesit dhe kundërshtarët politik për këtë investim, duke përdorur tone të ashpra ndaj tyre. Ky është një event i organizuar tërësisht nga grupi privat, partner shqiptar, gjerman, turq, që kanë marrë përsipër gjithë të ndërmarrje kolosale. Dhe shteti shqiptar është detyruar të ndërhyjë vetëm dje për të dhënë jo 10 miliona euro siç thon sorrat dhe korbat e bulevardit, po 4 milion që ne të garantojmë që ata mira njerëz, të cilët kanë prerë bileta nga Europa, nga Amerika, nga Australia, 80 shtete. Rama argumentoi se anulimi i koncertit do të sillte humbjen e një mundësie ekonomike për Tiranën, pasi pjesëmarrja e mijëra personave pritet të ndikojë në sektor të ndryshëm, nga hoteleria dhe shërbimi deri te bizneset e tjera që përfitojnë nga aktivitetet me fluks të lartë vizitorësh.
Gjykata e posaçme ka refuzuar kërkesën e Ariola Xoxhës për pezullimin e procesit gjyqësor të paraqitur përmes mbrojtjes me argumentin se ndodhet me leje lindjeje. Trupi gjykues vendosi që procesi të mos ndërpritet, ndërsa i la të pandehurës një afat të 2 javor për të paraqitur personalisht në seancë dhe për të shprehur qëndrimin e saj. Gjykimi ndaj të pandehurëve të dosjes vijon, ndërsa për një pjesë të tyre SPAK ka përfunduar tashmë paraqitjen e pretencës. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk pranoi kërkesën e Ariola Xoxhës për pezullimin e procesit gjyqësor, duke vendosur që shqyrtimi i çështjes të vijojë sipas kalendarit të përcaktuar. Kërkesa është paraqitur nga mbrojtja, e cila argumentoi se pandehura ndodhet në leje lindjeje prej 63 ditësh. Përmes një letre të lexuar në sallën e gjyqit nga avokati i saj, Xoxha shprehu dëshirën për të qenë personalisht e pranishme gjatë zhvillimit të procesit. Nga ana tjetër, prokuroria e posaçme kundërshtoi pezullimin e gjykimit duke theksuar se Ariola Xoxha nuk ka marrë pjesë në asnjërin prej seancave të deritanishme të këtij procesi gjyqësor. Pas shqyrtimit të kërkesës, trupi gjykues vendosi të mos ndërpres procedimin dhe i dha të pandehurës një afat prej 2 javësh për të paraqitur në gjykatë, ku do të duhet të deklarojë personalisht vullnetin e saj lidhur me vijimin e procesit. Ndërkohë, gjykata ndaj të pandehurëve të kësaj dosje ka pësuar disa shtyrje. Për 11 të pandehurit të tjerë të veçuar më herët nga i njëjti procedim penal, prokuroria e posaçme ka përfunduar tashmë paraqitjen e pretencës. Në seancën e radhës mungoi edhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, i cili është gjithashtu i pandehur për këtë çështje. Paralelisht, pas publikimit të vendimit të gjykatës kushtetuese, ku kërkohet që gjykata të rishqyrtojnë mënyrën e zhvillimit të procesit ndaj Veliajt dhe masën e sigurisë së vendosur ndaj tij, mbrojtja ligjore ka bërë të ditur se po përgatit kërkesa të reja që do t'i paraqiten gjykatës së lartë në vijim të procedurave. Sigurisht është një praktikë që ne po e ndjekim në vijim. Kemi ankimuar të gjitha këto kërkesat, një vendimin që ka marrë gjykata për pezullimin e afatit për burgimin. Sigurisht është një procedurë krejtësisht antikushtetuese, siç e kam thënë edhe herë tjera. Një ndër kërkesat tashmë e kemi në gjykatë lartë. Besoj që gjykata e lartë duhet vlerësojë bazuar në kushtetut pasojat e këtyre lloj vendimeve që tashmë janë krijuar si precedent në dinjin time. Është edhe një gjyqtar i gjykatës apelit të posaçëm që e ka quar në gjykatë kushtetuese pikërisht këtë proces, pikërisht këtë precedent, dhe ne do vijojmë kërkesat tona deri kur gjykatë kushtetuese të marrim atë që na takon, siç kemi bërë në vijim dhe siç ka rezultuar që kemi pasur drejt sa herë ne kemi ngritur pretendime që kanë lidhje me respektimin e standardit kushtetues. Faleminderit. Prokuroria e Fierit ka nisur hetimet për rastin e dhunës ndaj një 17 vjeçarie, pamjet e së cilës u publikuan së fundmi në rrjetet sociale. Sipas organit të akuzës, ngjarja është regjistruar që në muajin qershor dhe po hetohet për veprën penale të heqjes së palishme të lirisë, kryer në bashkëpunim. Në qendër të hetimit janë 3 të mitura, të cilat dyshohen se kanë ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj viktimës. Prokuroria e Jurisdiksionit Përgjithshëm Fier ka regjistruar procedim penal për rastin e rënd të dhunës ndaj një 17 vjeçarie, pasi pamjet e ngjarjes u bën publike në rrjetet sociale dhe shkaktuan reagime të shumta. Sipas të dhënave zyrtare, episodi ka ndodhur me 8 qershor 2026, ndërsa materialet janë referuar nga Komisariati i Policisë Fier 2 ditë më vonë. Hetimet po zhvillohen për veprën penale heqje e palishme lirisë kryer në bashkëpunim. Nga veprimet hetimore rezulton se e mitura është dërguar në një banesë ku dyshohet se është dhunuar nga 3 bashkëmoshatare. 2 prej tyre akuzohen se kanë ushtruar dhunë fizike, ndërsa e treta dyshohet se e ka filmuar ngjarjen me telefonin celular dhe ka nxitur agresionin. Në shoqërimin e nënës së saj, 17 vjeçaria ka kallëzuar ngjarjen që në ditën kur ndodhi, duke i dhënë mundësi autoriteteve të nisin me njëherë hetimet. Gjatë marrjes në pyetje, 3 të miturat kanë pranuar konfliktin dhe dhunën ndaj vajzës, ndërsa motivet e tyre sipas policisë vlerësohen si të dobta. Ngjarja ka tronditur komunitetin ku jeton mitura. Banorët të zonës shprehen të shqetësuar për gjendjen psikologjike të saj, duke pohuar se pas incidentit ajo ka mbetur e traumatizuar dhe e frikësuar. Sipas familjarëve, vajza nuk ishte në dieni që pamjet e dhunës ishin shpërndar në rrjetet sociale. Për koordinimin e veprimeve hetimore, drejtori i policisë së Fierit zhvilloi një takim me drejtuesit e prokurorisë së Fierit me synim zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë, hetimet kanë zbuluar dhe një episod tjetër që lidhet me një nga të miturat e përfshira në këtë çështje. Sipas policisë, rreth 20 ditë pas ngjarjes,
Njëra prej vajzave, 15 vjeçare, dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj nënës së saj duke shkaktuar dëmtime fizike. Pas kallëzimit ai u arrestua dhe në bazën e vlerësimit të autoriteteve kompetente u dërgua për trajtim në një institucion të specializuar të shëndetit mendor në Tiranë. Për shkak të përfshirjes së të miturës dhe për mbrojtjen e identitetit të viktimës, pamjet filmike të ngjarjes nuk publikohen nga media dhe autoritetet apelojnë për respektimin e privatësisë së saj gjatë vijimit të hetimeve. Policia e Tiranës ka zbardhur ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e së hënës në rrugën Frosina Plaku, ku një konflikt mes disa personave përfundoi me një të plagosur. 3 persona janë arrestuar, ndërsa një i mitur është shpallur në kërkim, ku hetimet tregojnë se gjatë përplasjes janë përdorur sende të forta dhe një mjet prerës. Policia e Tiranës ka finalizuar hetimet paraprake për plagosjen e regjistruar mbrëmjen e së hënës në rrugën Frosina Plaku, ku ka identifikuar dhe arrestuar 3 nga personat e dyshuar të përfshirë në konflikt. Në pranga ka rënë Luciano Nurçia, Albert Lika dhe Enea Kurti, të cilët akuzohen për veprën penale plagosje rënë me dashje. Sipas hetimeve, konflikti ka ndodhur në hyrje të parkimit të një pallati, ku 5 persona janë përfshirë fillimisht në një përplasje fizike. Gjatë sherrit janë përdorur sende të forta, ndërsa njëri prej pjesëmarrësve dyshohet se ka goditur me mjet prerës. Si pasojë e konfliktit, një 33 vjeçar mbeti plagosur dhe u transportua në spital, ku vijon të marrë ndihmë mjekësore. Ndaj tij është nisur procedim penal në gjendje të lirë për përfshirjen në ngjarje. Në vijim të veprimeve hetimore, policia ka shpadhur në kërkim edhe një 17 vjeçar, i cili dyshohet si pjesëmarrës në konflikt. Ai akuzohet për plagosje të rënë me dashje, kryer në bashkëpunim si dhe prodhim, mbajtje, blerje apo shitje pa leje e armëve të ftohta. Grupi hetimor po vijon punën për lokalizimin dhe arrestimin e të miturve, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë për vijimin e hetimeve dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. 3 ditë pas incidentit të regjistruar pranë komisariatit numër 3 në Tiranë, policia njoftoi se ka identifikuar 12 persona të dyshuar për përfshirje në sulmin e godinës. Njëri prej tyre është arrestuar, 7 po procedohen në gjendje të lirë, ndërsa 4 të tjerë janë shpallur në kërkim. Ngjarja ndodhi pas protestës së zhvilluar para kryeministrisë, kur një grup protestuesish marshoi drejt komisariatit ku mbaheshin të arrestuarit e protestës së 2 korrikut. Policia e Tiranës ka zbardhur rezultatet e para të hetimeve për incidentet e ndodhura mbrëmjen e së shtunës pranë komisariatit numër 3, kur një grup protestuesish sulmuan godinën e policisë pas përfundimit të tubimit para kryeministrisë. Sipas autoriteteve, deri më tani janë identifikuar 12 persona të dyshuar si pjesëmarrës në ngjarje. Në pranga ka përfunduar 33 vjeçari Erald Heqimaj, ndërsa 7 persona të tjerë po hetojnë në gjendje të lirë. 4 të dyshuar të tjerë janë shpadhur në kërkim dhe vijon puna për lokalizimin dhe arrestimin e tyre. Hetimet tregojnë se grupi ju drejtua komisariatet në rrugën Minepeza, ku në ato kohë mbaheshin protestuesit e arrestuar gjatë përplasjes të ndodhura pranë kuvendit. Pjesëmarrësit kërkuan lirimin e tyre, ndërsa situata degradoi me akte dhune ndaj ambienteve të komisariatit. Gjatë përplasjes u hollën gur dhe sende të forta në drejtim të efektiveve dhe godinës së policisë. Si pasojë u dëmtua një punonjës e policie, ndërsa në protestë u konstatuan edhe persona me fytyrë të mbuluar. Të dyshuarit përballen me një sër akuzash, mes tyre thirrje publike për veprime të dhunshme, shkatërim prone, goditje për shkak të detyrës, kundërshtim të punonjësve të policisë së shtetit, mosbindje ndaj urdhre të lishëm, prishje të rendit dhe qetësisë publike, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullim të palishëm, si dhe pengim të qarkullimit të mjeteve. Ndërkohë, lidhur me protestuesit e arrestuar pas incidenteve pranë kuvendit në 2 korrik, gjykata vendosi më herët masa më të lehta sigurie. 12 prej tyre u lanë në detyrim paraqitje, 2 u vendosën në arrest shtëpie, ndërsa për 5 persona nuk u caktua masë sigurie. Hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në sulm ndaj komisariatit vijon. Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimin dhe ka dërguar për gjykim në gjykatën e posaçme dosje ndaj 4 personave të akuzuar për pastrim të produkteve të veprës penale përmes investimeve në pasuri të paluajtshme në zonën e Dërmiut. Sipas pak të pandehurit dyshohet se kanë përdorur shoqëri tregtare të krijuara në Shqipëri për të justifikuar lëvizjen e parave me origjinë të dyshuar kriminale. Çështja tashmë do të shqyrtohet nga GKK. Një tjetër dosje për pastrim parash ka kaluar në gjykatën e posaçme pasi prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet ndaj 4 personave të dyshuar për përdorimin e investimeve në prona si mënyra për të futur në qarkullim fonde me origjinë palishme. Në bankën e të akuzuarve do të përballen
Domenico Iriarte, Miahel Manola, Alvaro Castillo dhe Doris Pere. 3 prej tyre akuzohen për pastrim të produkteve të veprës penale të kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, ndërsa njëri për pastrim të produkteve të veprës penale të kryer në bashkëpunim. Sipas hetimit të SPAK, skema dyshohet se është realizuar përmes krijimit të disa shoqërive tregtare në Shqipëri, të cilat më pas janë përdorur për transaksione të lidhura me pasuri të paluajtshme në zonën e Dërmiut. Nga verifikimet e kryera rezulton se gjatë muajit qershor 2024 janë regjistruar 3 kompani me kapital fillestar minimal dhe me njëjtën adresë regjistrimi. Prokuroria pretendon se këto subjekte nuk kanë ushtruar aktivitet real ekonomik, por janë përdorur si struktura për kryerin e veprimeve financiare dhe investimeve në prona. Pas përfundimit të fazës hetimore, SPAK ka përdorur kërkesën për dërgimin e çështjes në gjykim, ndërsa tashmë do të jetë gjykata e posaçme ajo që do të vlerësojë provat dhe përgjegjësinë penale të pandehurve. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.